Mirëmbrëma zonja dhe zotrinj, do të jemi së bashku në edicionin e lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7, kundër të tjera do të ndiqni. Gjykata kushtetuese pezullon dekretin e presidentit për zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës, nuk ka vendim pa shqyrtuar më para ankesën e bërë nga Erion Veliaj. Vrasi gjyqtarit Astrid Kalaja lihet në burg nga gjykata e Tiranës, autori kërkon falje në sallë dhe pretendon se ishte tronditur nga kalvari i gjyqeve. Kryeministri Rama deklaron se Shqipëria përballet çdo 3 minuta me sulme kibernetike, por sistemi mbrojtës është i aftë të përballojë agresionin. Vjojmë gjërësisht me lajmet, zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës duket se nuk do të mbahen në 9 nëntor. Kjo pasi gjykata kushtetuese vendosi unanimisht të pezulloj dekretin e presidentit Bajram Begaj deri në shqyrtimin e ankimimit të Erion Veliajt. Vendimi për këtë çështje do të merret në 31 tetor. Gjykata kushtetuese pezulloi dekretin e presidentit të Republikës Bajram Begaj për zhvillimin e zgjedhjeve për Bashkinë e Tiranës në datën 9 nëntor. Me 8 vota pro e asnjë kundër, gjyqtarët vendosën si mas sigurie pezullimin e dekretit të kryetarit të shtetit për zgjedhjet në kryeqytet, derisa të shqyrtohet në themel ankimimi i Erion Veliajt. Gjykata kushtetuese vendosi një zëri të kaloj çështjen me kërkues Erion Veliajin në seancën plenare publike në datën 31 tetor 2025 dhe të pezulloj dekretin e presidentit për pjesën që cakton datën e zgjedhjeve në Bashkinë e Tiranës. Pavarësisht se cili do të jetë vendimi i gjykatës kushtetuese në datën 31 tetor për shkarkimin e Erion Veliajt dhe dekretin e presidentit Begaj, praktikisht zgjedhjet për Bashkinë e Tiranës nuk mund të mbahen në datën 9 nëntor. Nga ky moment të gjitha afatet dhe përgatitjet për zgjedhjet në Tiranë pezullohen, e nuk ka më mundësi që kryeqyteti të shkojë në zgjedhje në datën 9 nëntor. Por vendimi i gjykatës nuk prek pjesën tjetër të dekretit të presidentit Begaj, e zgjedhjet do të zhvillohen normalisht në 5 bashki të tjera. Në datën 23 shtator, Këshilli Bashkiak vendosi të propozojë qeverisë shkarkimin e Erion Veliajt, bazuar në ligjin për vetëqeverisjen vendore, me argumentin se ka munguar për më shumë se 3 muaj në detyrë. Në datën 25 shtator, Këshilli i Ministrave miratoi propozimin e Këshillit Bashkiak dhe shkarkoi Erion Veliajin nga posti i kryetarit Bashkisë së Tiranës. Në datën 29 shtator, Erion Veliaj goditi shkarkimin gjykatë kushtetuese Sonila Betja, u caktuar relatore e çështjes. Në 30 shtator, kryeministri njoftoi presidentin e Republikës për vakancat e krijuara në 6 bashki, përfshi edhe Tiranën. Kryetari i shtetit Bajram Begaj një ditë më vonë e shpalli 9 nëntorin si datën kur do të mbahen zgjedhjet në Tiranë dhe në 5 bashki të tjera. Ekipi Erion Veliajt ju drejtua sërish gjykatës kushtetuese, kërkoi shfuqizimin e dekretit presidencial si dhe pezullimin e tij si mas sigurie deri në shqyrtimin e plotë të ankimimit. Tashmë është gjykata kushtetuese e cila vendos nëse do të ketë apo jo zgjedhje në Bashkinë e Tiranës, e cili do të jetë fati i Erion Veliajt. Presidenti i Republikës deklaron se do të respektoj vendimin e gjykatës kushtetuese. Në një njoftim, zyra e medias dhe marrëdhënieve me publikun bën të ditur se presidenca respekton plotësisht vendimin, duke theksuar se procesi i mëtejshëm do të zhvillohet në përputhje me vendimarrjen përfundimtare të gjykatës. Në përgjigje të interesit të mediave, ju bëjmë me dije se institucioni i presidentit të Republikës respekton vendimin e gjykatës kushtetuese për pezullimin e pjesës që përcakton datën e zgjedhjeve vendore në Bashkinë e Tiranës të dekretit me numër 350 datë 1 tetor 2025, thuhet në reagim. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese për pezullimin e dekretit që lidhet me zgjedhjet për Bashkinë e Tiranës, Partia Socialiste ka reaguar menjëherë duke u dërguar mesazhe strukturave të saj për të vijuar normalisht punën në terren. Burime për Vizion Plus bëjnë me dije se drejtuesit politik të Partisë Socialiste në Tiranë u kanë kërkuar organizatorëve socialistë të mos ndalojnë takimet dhe përgatitjet për fushatën, duke theksuar se procesi elektoral për datën 9 nëntor vijon pa ndryshime. Në mesazhin e shpërndarë thuhet se vendimi nuk i prek zgjedhjet, pasi vendimi përfundimtar i gjykatës do të jepet në 31 tetor. Sipas interpretimit të socialistëve, pezullimi i dekretit presidencial nuk do të thotë anullim të procesit zgjedhor, por një masë e përkohshme në pritje të shqyrtimit përfundimtar të çështjes. Për opozitën, vendimi i pezullimit të zgjedhjeve në Tiranë i shërben mbrojtjes së rendit kushtetues. Lideri i Demokratëve Sali Berisha tha se gjykata i dha vulën e turpit kryeministrit dhe presidentit që sipas tij ndërmorën aktin antikushtetues.
Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ishte i pari politikan që doli përpara gazetarëve për të përshëndetur pezullimin e zgjedhjeve në Tiranë nga gjykata kushtetuese. Ai e cilësoi vendimin si një akt në mbrojtje të kushtetutës. Me këtë vendim i bën një shërbim vendit, rendit kushtetues dhe u dhan vullën e turpit, po s'kan turp, sepse po të kishin turp s'mund vepronin kurrë. Atyre që shkelmuan kushtetutën, Edi Rams, presidentit Ti Kukull dhe të gjithë atyre që u implikuan në këtë akt madhor antikushtetues. Por a i jep ky vendim kohë më shumë opozitës për të bërë gati për zgjedhje? Ne nuk kërkuam asnjë ditë, asnjë orë kohë dhe për Bashkinë e Tiranës ishim të përgatitur, motorat po ndizeshin, kandidati po bënte përgatitje të ethshme, por natyrisht vendimi i gjykatës kushtetuese mirëpritet nga çdo qytetar i vendit. Kështu që me të gjitha bashkitë të tjera ne jemi të gatshëm, kandidatët janë deklaruar, janë shpall. Berisha e shfrytëzoi këtë komunikim me gazetarët për të theksuar se Partia Demokratike dhe të gjitha forcat opozitare do të mbështesin Florian Binaj në çdo moment që mund të ketë zgjedhje në Tiranë. Gjykata e Tiranës la në burg Elvis Shkambin, autorin e vrasjes së gjyqtarit të apelit Astrid Kalaja. Gjatë seancës ai kërkoi falje për krimin, duke pretenduar se ishte tronditur nga kalvari i gjatë i gjyqeve për pronën. Ndërkohë njëjta mas sigurie është dhënë për xhaxhain e tij si dhe rojën e sigurisë së gjykatës. Elvis Shkambi, autori i vrasjes së gjyqtarit të apelit Astrid Kalaja, do të qëndrojë në burg pa afat. Në qili do t'jetë edhe xhaxhai i tij, Gjoni, i dyshuar se ka shtyr nipin drejt krimit tronditës që i mori jetën gjykatësit. E njëjta mas sigurie është dhënë po ashtu edhe për rojën e sigurisë Banush Koxhaj, që akuzohet për shpërdorim detyre. Brenda gjykatës, Elvis Shkambi kërkoi falje duke thënë se vrasjen e bëri si pasojë tronditjes së rënd psikike për shkak të kalvarit të gjatë të gjyqeve për pronësinë. Ai deklaroi se kishte mundësi të largohej, por dorëzoi armën dhe qëndroi. Në pamjet e para, pas momentit të vrasjes, ai dallohet mjaft i qetë dhe me duar në xhepa brenda oborrit të gjykatës së apelit. Unë besoj që sot do të shprehim ngushëllimet dhe i falje publike familjes Kalaja për vrasjen e gjyqtarit, pasi ne qëllimi dhe veprimi i tij është totalisht i pasjustikuar. Ne nuk pranojmë, edhe unë si avokat nuk pranoj fare. Falje edhe për dy plagosurit e tjerë avokata? Po, absolutisht, jo, vetëm jo, ka kërkuar falje për dy plagosurit dhe për Astrid Kalajan. Ka kërkuar falje publike para gjykatës për sa i përket vrasjes së gjyqtarit dhe për dy shtetësit e tjerë. Ndërsa roja Banush Koxhaj shpjegoi në seancë se kishte qenë i sëmurë dhe nuk kishte kërkuar leje për t'u larguar. Ai tha se vuan nga diabeti dhe përpasoj nuk shikon mirë. Elvis Shkambi akuzohet për vrasje të funksionarëve publik, vrasje në rrethana të tjera cilësuese kundër palëve ndërgjyqëse kryer në bashkëpunim dhe mbetur në tentativë si dhe armbajtje pa leje. Me këto akuza ai rrezikon dënimin e përjetshëm. Xhaxhai i tij akuzohet për nxitje të nipit drejt vrasjes dhe bashkëpunim në vrasjen e mbetur në tentativë të Rakib dhe Ervis Kurtajt. Organi i akuzës ka krijuar bindjen se Gjon Shkambi ka qenë në dijeni të plotë të vrasjes së gjyqtarit Kalaja, sepse nuk ka ndërmarrë asnjë veprim për ta ndaluar atë. Gjyqtarët nga e gjithë Shqipëria janë mbledhur në një takim maraton për të diskutuar masat që duhen marrë pas vrasjes së kolegut të tyre Astrid Kalaja. Kreu i gjykatës së lartë akuzoi klasën politike për sulmet ndaj gjyqësorit, ndërsa kërkoi reagim më të ashpër nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Vrasja në krye të detyrës së gjyqtarit të apelit të përgjithshëm Astrid Kalaja vuri në lëvizje 260 toga të zeza të Republikës në një mbledhje të jashtëzakonshme për sigurinë e secilit prej tyre. Mbledhja me dyert të mbyllura nisi me 1 minutë heshtje në nderim të kolegut të vrarë, ndërsa në fund të saj, antarja e gjykatës së lartë Albana Boksi e vuri theksi në 3 momente, mes të cilave njohjen e statusit të ndjerit Astrid Kalaja, dëshmorta dheut.
Krijimi një grupi ndërinstitucional me përfaqësim nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, Këshilli i Lartë i Prokurisë, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Brendshme, Policia e Shtetit dhe agjencitë e tjera ligjzbatuese, vendosja e një force të posaçme sigurie në gjykata dhe ndërtimi i protokolleve të reagimit ndaj incidenteve. Nxitje për Këshillin e Lartë Gjyqësor që të ushtrojë me forcë mandatin e tij kushtetues. Kreu i Gjykatës së Lartë Sokol Sadushi u tregua jashtër me politikën, median dhe një sër aktorësh që sipas tij kanë kontribuar në zhbërjen e rolit të gjyqësorit, ndërsa vrasjen e gjyqtarit Kalaja e konsideroi vdekje të paralajmëruar. Ata japin gjykime si të ishin gjyqtar. Shpallin fajsin apo pa fajsin e kujt duan, interpretojnë kushtetutën sipas interesit të momentit dhe shpërndajnë verdikte televizive nëpër studio që imitojnë sallat e gjyqit. Në këtë kakofoni zërash, politikanë të lartë të vendit, të pushtetit apo të opozitës, ndjejnë sot lehtësi për të fyer, anatemuar apo tallur gjyqtarin që merr një vendim. Kritika të forta i pati për qeverinë e tyre Këshillin e Lartë Gjyqësor, heshtja e të cilit ka ndikuar në thellimin e plagëve të gjykatave. Është organ qeverisës, jo zyrë teknike. Është përfaqësuesi i sistemit dhe jo zgjatimi i heshtjes institucionale. Ai duhet të tregojë me dinjitet pozicionin e lartë që është dhënë nga kushtetuta për të përballur dhe jo për të vegjetuar. Kreu i Unionit të Gjyqtarëve Gerd Hoxha i quajti ignorante deklaratat e policisë se nuk është përgjegjësi e saj mbrojtja e gjykatësve, ndërsa për mediat mungesën e sigurisë e cilësoi kështu. Duhet marrë fund sorollatja apo vendosja e gjykatave në përfjetore, policia apo vende ku trajnohen qend. Duhet bëjnë ndërtime të reja të godine, duhet marrë fund ping-pongu me përgjegjësi me policinë. Duhet marrë fund ndonjëherë nxitimi ignorant i disa zyrtarëve të lartë që deklarojnë se nuk është përgjegjësia e jona. Vrasja e gjykatësit Astrid Kalaja ka shkaktuar reagime të forta dhe është një nga goditjet më të mëdha që ka psuar gjyqësori në 3 dekada demokraci. Gjykatat në të gjithë vendin kanë dalur punën si pasojë e bojkotit të avokatëve. Në një deklaratë zyrtare, Dhoma e Avokatisë e quan vrasjen e gjyqtarit Astrid Kalaja si ngjarjen më të rëndë që ka ndodhur ndonjëherë në sistemin e drejtësisë e që kërkon masa urgjente. Avokatët në të gjithë vendin kanë bojkotuar këtë të njëjtë të gjitha seancat e tyre në shenjë proteste pas vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja. Gjykatat dhe prokurori gjithashtu kanë ndaluar punën dhe kjo situatë do të vijojë edhe të premten. Komiteti drejtues i Dhomës së Avokatisë së Shqipërisë në një qendrim publik thotë se kjo është ngjarja më e rëndë dhe paprecedente ndodhur ndonjëherë në sistemin e drejtësisë. Komiteti drejtues i Dhomës së Avokatisë të Shqipërisë vendosi një zëri që të bojkotojë të gjitha proceset hetimore dhe ato gjyqësore për çështjet penale, civile dhe administrative në të gjitha nivelet e gjykimit për datat 9 dhe 10 tetor 2025. Thirrjes janë përgjigjur në unison të gjitha dhomat e avokatisë në rrethe. Kryetari i avokatëve të Juglindjes Nevzat Arelli ka ngritur alarmin për mungesën e mbrojtjes së gjyqtarëve, prokurorëve dhe avokatëve. Ne mund të kemi rezerva mbi çdo vendime. Unë jam i parë që kam bërë oponencë ndaj shumë vendimeve gjyqësore. Po as oponent dhe kam ndjekur rrugën ligjore të ankimimit, ndërsa vendosja e gjyqtarëve pa mundësi fizike për të dhënë drejtësi, për shkak të mbingarkesë, për shkak të reduktimit të numrit gjyqtarëve gjatë procesit vettingut të gjithë, ka sjell një malmendosje dhe ka sjell dhe një urrëtie të opinionit publik në kuptimin e zvarritjeve dhe të dhënies së drejtësisë. Ne duhet të ngrejmë respektin ndaj gjyqësorit. Një vend që mbet respektin ndaj gjyqësorit, patjetër që do të prodhojë kriminalitet të këtij niveli. Në aspektin real, praktik, absolutisht që ne ndjehemi të pambrojtur. Ne shpeshherë jemi bërë subjekte të kanosjes të kërcënimit, të fyerjes të shantazheve dhe brenda sallave të gjyqeve. Nga palët të cilët natyrisht mund të kenë rezerva, pala kundërshtare të shefë si armike të gjithë me radhë, dhe këto duhet ndalen. Edhe në Vlorë, kreu i Dhomës së Avokatisë Durim Bajrama e quan këmban alarmi vrasjen e gjyqtarit në Tiranë. Dhoma vendore e Avokatisë Vlorë ndihet e tronditur nga kjo ngjarje makabre. Vritet gjyqtari brenda në sallë të gjyqit dhe ky është një dështim i sistemit, nuk mund të quhet një krim individual, por është një dështim i sistemit. Shteti nuk mund të fshihet pas deklaratave formale, por duhet të mbajë përgjegjësi që e ka lënë në këtë drejtë sistemi gjyqësor, pa garanci, pa siguri dhe gjithmonë duke e presuar me deklarata politike nga të dyja krahët. Në Fier, Elbasan, Shkodër e shumë qytete të tjera, gjykatat vendosën të ndërpresin zhvillimin e seancave gjyqësore të parashikuara për të njëjtën. Përjashtim bëjnë vetëm çështjet me karakter urgjent.
Në Tiranë po mbahet konferenca e mbrojtjes kibernetike të NATO-s. Kryeministri Rama tha se Shqipëria përballet çdo ditë me sulme të vazhdueshme, por sistemi aktual përballon me sukses çdo agresion, duke përdorur edhe inteligjencën artificiale. Shqipëria, sipas kryeministrit Edi Rama, është kthyer në një shembull sa i përket mbrojtjes nga sulmet kibernetike. Në konferencën e tretë të mbrojtjes kibernetike të NATO-s të mbajtur në Tiranë, Rama vuri në dukje se vendi ynë vijon të sulmohet. Sot përballemi mesatarisht me një sulm kibernetik në çdo 3 minuta, por ja dalim t'i zmbrapsim tërësisht. Kur bëhet fjalë për sulme që lën gjurmë, kemi pasur 48 të tilla gjatë gjithë vitit të fundit. Nga 48, vetëm një herë kanë lënë gjurmë, por nuk kanë bërë asnjë dëm të konsiderueshëm. 32 delegacioneve të pranishme, kreu i qeverisë i shpjegoi dhe metodën e përdorur nga Shqipëria për të përballuar çdo rrezik potencial. Kjo sepse ma hamendja që kemi qenë mes të parëve fare që kombinuam mbrojtjen kibernetike me inteligjencën artificiale, dhe është inteligjenca jonë artificiale brenda këtij muri mbrojtës kibernetik që bën punë 24 orë në ditë, 7 ditë javës për të zbuluar në faza shumë të hershme potencialin e sulmeve të dëmshme. Por kjo është vetëm një anë e medaljes. Për antarët e aleancës kishte edhe një mesazh. Është shumë e rëndësishme të njohësh armikun dhe të njohësh instrumentet që përdor armiku, në mënyrë që të mos duhet të përballesh vetë në momentin që mëson kur armiku sulmon dikë tjetër. Ndonse jo prezent fizikisht, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte përcolli nevojën e investimeve sa i përket mbrojtjes kibernetike. Sot tastiera është një armë lufte, shënjestron në shoqëritë tona çdo ditë. Aktorë shtetëror dhe jo shtetëror punojnë kundër nesh në hapësirën kibernetike, duke u rrekur që të prishin mbrojtjet tona, të ndërhyjnë në shërbimet qeveritare. Në përgjigje të kësaj, NATO vazhdon të bëhet më e fortë në botën digjitale. Gjithashtu, NATO po krijon një qendër të integruar kibernetike në Belgjik, që do të informojë të gjithë komandat e aleancës për rreziqet e mundshme. Ndërsa Kosova ende nuk ka qeverinë e re për shkak të krizës së zgjatur politike, qytetarët do të votojnë sërish këtë fundjavë. Mbi 2 milion zgjedhës do të vendosin me votë se cilët do të jenë kryetarët e rinj të komunave. 4 vite pas zgjedhjeve të fundit lokale, qytetarët e Kosovës do të kenë sërish mundësinë këtë fundjavë për të zgjedhur të ardhmen e komunave. Kutitë e votimit do të hapen mëngjesin e 12 tetorit për të vendosur në total për 38 kryetarët e rinj dhe kuvendet e komunave. Komisioni qendror i zgjedhjeve në Prishtinë po bën përgatitjet e fundit për mbarvajtjen e procesit me mbi 2 milion qytetarë me të drejtë vote në vend dhe mbi 40.000 të tjerë nga jashtë vendit. Gara me ashpër në komunat shqiptare do të zhvillohet mes kandidatëve të partive kryesore, Lëvizjes Vetëvendosje, Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike, ndërsa në veri pritet të ketë ndryshime. Në 4 komunat me shumicë serbe, rikthimi i listës serbe në zgjedhje pas një periudhe 4 vjeçare mund të jap një tjetër drejtim Mitrovicës së Veriut, Zveçanit, Leposaviçit dhe Zubin Potokut. Drejtimin në të 4 këto komuna e morën kandidatët shqiptarë në zgjedhjet e jashtëzakonshme të vitit 2023, të cilat u bojkotuan nga serbët. Komuniteti ndërkombëtar ju ka bërë thirrje qytetarëve të dalin për të shprehur vullnetin e tyre pa dallim etnie. Është jetike që procesi të zhvillohet në mënyrë të lirë, të drejtë dhe gjithëpërfshirëse, që vullneti i votuesve të respektohet dhe rezultatet të zbatohen, tha ambasadori i Bashkimit Evropian në Prishtinë këtë të njëjtë. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.